Mundja shqiptare shkruan një tjetër kapitull të suksesshëm në arenën ndërkombëtare teksa ka siguruar medalje në kampionatin botror që po zhvillohet në Zagreb të Kroacisë. Çermen Valjev, mundsi rus i naturalizuar shqiptar pas medaljes së broncë në lojrat olimpike, ka siguruar dje medaljen e argjend në botror. Valjev kishte arritur të kalonte me radhë kualifikueset me lehtësi duke mposhtur mongolin Togiz Garigal, belgun Veljev, amerikanin Karr dhe rusin Sidakov për të arritur në finalen e madhe të peshës deri në 70 kg të stilit të lirë. Përballë tij në finale ishte japonezi Kota Takahashi, i cili u tregua më i saktë në veprimet e tij në fillim dhe ja doli ta mposhte në pak më shumë se 4 minuta me rezultatin 8-2, duke siguruar medaljen e artë fal dhe një dëmtimi në gjuhë të Valjev, i cili nuk mund të vazhdonte dot më ndeshjen. Gjithsesi, për Valjev ky ishte një rezultat shumë i mirë, duke pasur parasysh që kjo ishte hera e parë në karrierë që ai merrte pjesë në një kampionat botror.